Të nderuar vëllezër, pejgamberi jon alayhi salatu wassalam pi mirësive të shumta që ka pas, ka qenë që u ka dhënë edhe lekuenca e fjalës, arti i shprehjes. Uti an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam jawamiul kalim. Jo është dhënë pejgamberit ton alayhi salatu wassalam për mbledhja apo kuptimi e lekuenca e fjalës. Do të shkoqasim qaste nga Kurani, suneti pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, thënjet e dietarëve rreth fjalës së mirë dhe fjalës së keqe. Thot i lartësuari në Kur'an: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. A nuk e shohin se si Allahu sjell shembuj. E shembujt e Zotit janë të shumë në Kur'an. Nuk po thot i plot fuqishmi a i ndëgjojnë njerëzit, po thot a nuk e shohin se si, domethënë praktikisht se si e shohin njerëzit shembullin, fjalën e mirë, si një pen e mirë. Rrënjët e saj janë të forta, të sigurta, dhe degët e saj janë me qilë. Ajo pen që i ka rrejt të forta, dhe degët nuk kanë penges. Këtë forme përshuan Allahu këtë shembull. Ajo jep frutin e saj, në çdo kohë me lejen e Zotit të saj. Allahu i sjell shembull njerëzve që të përkujtojnë, që ta kujtojnë madhninë e Zotit. Prandaj kështu është në Islam fjala e mirë, sikur një penë e mirë që ka rrejt të forta, degët e saj janë në natyrë, janë të hapura në qiell, e jep frutin e saj në çdo kohë, në çdo stin, me lejen e Zotit të saj. Allahu sjell shembull të njerëzve që ta përkujtojnë dhe ta kujtojnë Zotin. Allah në mëson se fjala e mirë nuk është thjesht një tingull, thjesht grumbull, shkronja që ta japim një tingull diçka të interesant. Por është iman që rrezon në zemrën dhe veprën që ngrihet tek Allahu. Si pema me rrejt të forta, edhe besimtari ka besimin e paluhatshëm. Ai që thot la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, është i paluhatshëm, pavarësisht se çka flasin dhe çka bisedojnë dhe çka thonë njerëzit. Si degët që ngritën lart, janë veprat e tija që ngritën tek Allahu. Kur e thot këtë fjalën e vërtetë, fjalën e saktë, fjalën e tauhidit, fjalën e mëshirisë së Zotit, janë veprat e tij që ngritën tek Allahu, dhe si frytet që dalin vazhdimisht. Kur njeriu ka këtë bindje dhe i ka këto fjalë dhe ka këtë besim, atëherë edhe janë frytet që dalin në vazhdimsi. Janë dobi që u sjellin njerëzve. Pra nga ai që në gjuhën e tij flitet fjala e Zotit, respektivisht udhëzimi pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe perlat e ndryshme nga fjalët e ulemave dhe selefit përgjithësi, ato fjalë ndikojnë thellësisht në shpirtin e çdo njeriu të sinqert. Allahu thot: "Ilayhi yas'adu kalimatu tayyib", tek ai ngritën fjala e mirë, tek Zoti shkojnë fjalët e mira, fjalët e bukura, fjalët e sinqerta, fjalët që burojnë nga shpirti dhe nga zemra. Fjala e mirë nuk humbet kurrë. Fjala e mirë regjistrohet në kokën e çdo njeriu. Ajo ruhet tek Allahu dhe kthehet në shpërblim tek robi i tij. Prandaj sa njerëz me fjalët e tyre, me lekuencën e shprehjes, me butësinë dhe artin e shprehjes, kanë ndikuar te të tjerët që të udhëzohen në rrugën e Zotit. Dhe sa të qinje me fjalët e tyne i kanë damtu të tjerët pa të drejtë dhe kanë nënë gjuhën për së keqi. Dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: El kalimatu tayyibatu sadaqa, fjala e mirë është sadaka. Nuk është sadak dhe le mosh vetëm t'japim para.
por edhe fjala e mirë, fjala e ëmbël, fjala që Allah është razi, krijesat në përgjithësi janë razi, dhe insani njeriu në veçanti, ato janë sadaka. Një fjalë e mirë është adhurim, nuk kërkon pasuri, por kërkon zemër të pastër dhe një jetë të sinqertë. Fjala e mirë nuk kërkon pasuri, nuk ke me dhonë diçka nga të hollat materiale që ta folësh një fjalë të mirë, po me zemër të pastër dhe një jetë të sinqertë. Sinqeriteti e nxjerr fjalën e mirë edhe kur nuk e thu me tinguj si duhet. Dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kush beson Allahun dhe ditën e fundit le të flas mirë ose le të hesht. Pra kjo është parimi i kësaj feje. Kush beson Zotin dhe ditën e mbrëmjet ose le të flet mirë ose le të hesht. Ulemaja kanë thonë, nëse të folërit është nga argjendi, ndonjëherë heshtja u florit. Sa herë ne duhet të heshtin përballë fymjes, sa herë duhet të flasim mirë përpara që t'i mësojmë të tjerë. Kjo është një peshore e çdo fjale. Pas se të flasim, duhet të mendojmë se jemi musliman. Pas se të flasim, të mendojmë çka po flasim. A është kjo fjalë mirë apo le të heshtim? Kemi mundësi me këty me të keq, po heshtim. Prandaj është sadaka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa hal yaktumu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim." A nuk hidhen njerëzit në zjarr me fytyrat e tyre? Domethënë, a nuk I hedh njerëzit në zjarr fjalëve të tyre? Prandaj shumica e gabimeve të njeriut janë nga gjuha. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Emsik lisanek", tape gjuhën tënde, të mjaftojnë familja yte, të mjaftojnë veprat tuaja. Shumica gabimeve të njerëzve janë nga gjuha. Ajo është e vogël, por e rrezikshme. Rreziku I saj është I madh. Allahu thotë: "Wa qulu lin-nasi husna", thuani njerëzve fjalë të mira. Nuk I ka dalluar musliman dhe jo musliman. Bisedo dhe komuniko dhe sqaro dhe shpjego me fjalë të mira. Kjo është urdhër nga Zoti. Gjithashtu Allahu ka thonë: "Thuaj besimtarëve, le ta flasin atë që është e mirë, jo ajo që është e keq." Islami nuk kërkon vetëm të flasim mirë, por të zgjedhin fjalë të bukura. E kjo pjesë na mungon. Islami nuk kërkon nga ne vetëm të flasim mirë, por kërkon nga ne edhe fjalët të zgjedhin të mira dhe fjalët e bukura, me të buta dhe me të dobishme dhe të përshtatshme për njerëz. Ali radiallahu anhu ka thonë: "Hadithu nasi bima yafham", folju njerëzve me atë që kuptojnë, me atë që e pranojnë, me atë që meditojnë, me atë që u sjell dobi, me atë që është e mira shoqërisë, dhe jo kundërta. Hasan al-Basri ka thonë: "El-mu'minu yatafakkar thumma yatakallam, wal-munafiq yatakallam thumma yatafakkar." Besimtari mendon para se të flasë, ndërka që hipokriti flet para se të mendoj. Hipokriti, munafiku flet pastaj e mendon se çka ka thënë. Por derisa jemi besimtarë të Zotit, duhet të mendojmë para se të flasim. Sepse ulemaja kanë thënë: "Por derisa fjala në gjuhën tënde dhe nuk del, ti e kontrollon fjalën. Në moment që ti e lëshon fjalën, ajo të kontrollon ty." Prandaj le të bëhem nga ata të cilët ne I kontrollojmë fjalët tona e jo që fjalët tona na kontrollojnë ne. Ka thonë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu: "Wallahi ma fi shay'in ahaqqu bi tuli sijni min lisan." Pasha Allahun, nuk ka gjë më shumë që meriton burgoset se sa gjuha. Nëse meriton dikush të futet në burg, është gjuha jote. Nuk ka gjë më së shumti më meritor që meriton burgun se sa gjuha. Prandaj problemi I kësaj gjuha janë edhe luftrat, konfliktet, vllavrasjet, gjërat më të ndyra dalin nga gjuha e atij që nuk e kontrollon fjalën e tij. Njëkohësisht edhe gjërat e bukura
njësimi Zotit, fjala la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dhe çdo fjalë e mirë del nga gjuha e pastër e besimtarit. Ali radiallahu anhu ka thonë, el-lisanu sab'un in atlaqa akala. Gjuha është si bisha, nëse e liron të dëmton. Gjuha është sikur bisha, e ke nxorr një kafsh, e mban lidh. Mendon që ajo kafsh, kur ta lëshosh, ka më shumë rrugëze. Jo, ajo kthehet dhe të kafshon. E dëmton mas pari ata që u përkujdes për të. Ibn Qayyim ka thonë, el-kalimatu al-khabitha tufsidu al-qalb wa tu'dhihi. Fjala e keqe e helmon dhe e dëmton zemrën. Mas pari fjala e keqe dëmton personin që e ka thonë. Ja helmon trupin dhe ja dëmton zemrën e tij. Ka thonë Sheikhul Islami Ibn Taymiyah, "Ath-thabatu fil qawl wal 'amal min a'zam ni'matillahi lil 'abd." Qëndrueshmëria në fjalë dhe vepër është ndër dhuntit më të mëdha nga Allahu për robën. Qëndrueshmëria në fjalë dhe në vepër. Me qëndru në fjalë dhe në vepër. Burri e ka pohën dhe burri ka johën. Është i qëndrueshëm. Edhe bën vepra me këtë punë. Ku të thot burri ka me kry këtë punë e kry. Prandaj duhet të jemi të tillë që fjalat përputhet me gjymtyr, me vepër. Pra qëndrueshmëria në fjalë dhe vepër është ndër dhunti më të mëdha nga ana Allahut për robën. Nëse ti ka dhënë Zoti këto dy veti, fjala përputhet me vepër, atëri ki punë në rregull. Allahu i përshkruar të gjitha këto që ne të marrim me sin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. فلندرم الله الصلاة والسلام إذا كنت دربواريتون عليه الصلاة والسلام. Folëm për fjalën e mirë, fjalën e ëmbël, folëm për perla profetike, thënjet e selefit dhe shumara. Allahu në vazhdim thot: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة حبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Ndërsa fjala e keqe është një penë e keqe, e shkullur nga toka, pa asnjë qëndrueshmëri. Fryma, e shkullur nga toka, s'ka qëndrueshmëri. As ka rroj, as ka fryt, as pritet prej saj, ajo është shkullur, thyu, prish. Kështu shembulli fjalës së keqe. Fjala e keqe nuk ka rrejnë dhe nuk ka përreqet pisa. Ajo është gënjeshtra. Fjala keqe është gënjeshtra, rrejna, mashtrimi, kufri, me muhu Zotin, mi bo Zotit shirku. Fjala keqe është gënjeshtra. Ma zale rajulin yakdhib hatta yukteb inda Allahin kadhab. Njeriu gënjen deri atëherë kur të regjistrohet dhe të shkruhet te Zoti si gënjeshtar. Prandaj mirë e njeri që shënohet të Zoti si rrans, si gënjeshtar, si mashtrues. Pra fjala keqe është gënjeshtar, fjala keqe është përgojimi, mi marr hakin e përgoj. Tër ditën mu marr me punë të huaja, me fjalë fyset njerëzve. Fjala keqe është fryrja dhe përçarja, mi fry gjona, mi përçar njerëzit. Pa nevojë. Kjo fjala keqe, ajo nuk duket në parimin e parë si e vogël, por pasojat e saj të mëdha. Dhe sa njerëz në botë nuk flasin kur të tjerë i fryjnë fjalë. A se ka thonë hiç, s'ka mendu hiç ashtu. Ky shkon dhe thot piloni thot për ty kështu. Fjalë të tia vjen vallai fisteki thot për ty kështu. Tër ditën shkon duke i madhnu apo egzageruar fjalët që tjerë nuk i kanë thonë. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dërguari ka thonë alaihi salatu wassalam: إن الرجل يتكلم بكلمة لا يراها بها بأسا يهوي بها في النار 70 حريفا. Ka thoni dërguari, njeriu thot një fjalë pa lënduar, por bie në zjarr për shkak të saj për shumë vite. Shkon zjarr xhenemit shumë vite, pa e ditur se çfarë domi ka shkaktuar ai fjalë. Prandaj ta kontrollojmë gjuhën tonë. Një fjale vetëm mund të jetë shkak për shpëtim ose për shkatërrim. Mi fol dikuj fjalë të mirë, me punë xhami,
mund është me shpetu nga zjarri i xhenemit. Mi fol keq në rrugë që tash, çka po lyp me shku atje, pse me shku në xhami ti atje, pse mi bo Zoti cezde, hajtë më rekqyre ku shkon në xhami, bëhet shkaktar i shkatërimit të individi. Prandaj ne apo bëhem shkaktar që të tjerët marrë në xhami me ne, apo bëhem shkaktar dhe se beqar që njerëzit mi shkaktar. Po vetën për shpetoj e ta afërmin tim pelo. Kështu nuk logjikon besimtar. Nuk njihet mirë një besimtar nëse sot me vete nuk e ka marrë një vlla, një evlat, një të afërm të tij, një fshi, një dashamir, një mik, kush do të qoftë, e ka ftu dhe e ka bu një ftesë të mirë, që ai mos shkatërrohet, po të shpejtoj dhe të ketë sukses dhe në jetën e tij. Allahu thot: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Asnjë fjalë nuk del pa u regjistruar te Zoti, pa pas regjistrues. Allah dërgon me lajke që i regjistrojnë veprat tona. Çdo fjalë shkruhet, çdo fjalë regjistrohet, asnjë nuk humbet. Nga fjalët e tona të shumta të mira apo të pista. Ato shënohen, regjistrohen te Zoti. E kur do të dalim para madhnisë të tij, na do t'i lexojmë. Iqra'u kitabak. Lexo librin tonë. Të mjafton ato çka ti më lexu para madhnisë Zotit. Kur i sheh ato fjalë që ti s'ja ke zonë, apo s'ka shku nërmen se kanë qenë të onta për ty. Fjalët janë pasqyrë zemrës. Qysh mundet me ditë njeri çfarë zemre ka? Mbas fjalëve. Fjalët janë ato që e dëshmojnë çka ka zemra. Nëse zemra është e pastër, fjalët janë të pastra. Nëse zemra është e prishur, fjalët bëhen të rënda dhe të dëmshme. Pra vëllezër, fjala është si shtiza. Kur del nuk kthehet më. Plaga e gjuhës është më e rëndë se plaga e shpatës, kanë folur ulemat. Plaga e gjuhës është më e rëndë se plaga e shpatës. Plaga e shpatës mund të mushëruar, jo e gjuhës. Njeriu fshihet pas gjuhës së tij. S'ka nevojë kush mi ka dhënë. Ky që puna largohen njerëzit. Zemra mirë prodhon fjalë të mira. Të disa që i kanë përshkruar ulemoja. Njeriu nderohet me fjalën e tij, me fjalët mund të bashkojë zemrat dhe me fjalë mund t'i ndaj zemrat. Me një fjalë mund të fitoj kënaqësinë e Allahut, xhenetin e tij, dhe me një fjalë mund ta fitoj zemrimin e tij, e zjarrit. Me fjalë, në fund kujtoj, fjala është far, zemra është tokë, veprat janë ujë, ahireti është korrja. Ta kuptojmë krejt këtë temë vetëm me këtë thonë të ulemave. Fjala është far. Fara duhet me qenë rregull. Zemra është toka. Veprat janë ujë. Ahireti është korrja. Në ahiret na i korrim këto që i themi. O Allah, na bëj për atyre që flasin mirë dhe heshtin nga akota. O Allah, pastroj gjuhët tona nga ngeleshtra, përgojimi, fjalët e kota, fjalët e kufrit, fjalët e nifakut, fjalët e shirkut. O Allah, na jep fjalë që të afrohen tek ti dhe na ruaj nga fjalët që largojnë prej teje. O Allah, na forcon me fjalë këndshme në këtë botë dhe në ahiret. Amin. O Zot, na fal ne, fali familjarët tonë, ndihmoj bashkënjakët në mesin tonë, o Zot, ndihmoj Kosovën tonë, o Zot, ndihmoj besimtarët ku do qofshin, o Zot, shkymi këto lufta, konflikte, përgjakje, ku do qofshin ato, e sidomos në tokat e muslimanëve. Allah i shkym gjitha këto konflikte, lufta, përçarje, vllavrasje e kështu me radhë. O Zot, mos na nxjerr nga ky objekt, nga kjo xhami, përpose me gjuna të falura, falë ato gjuna që i dim, ato gjuna që nuk i dim, ato gjuna që i bën nga harresa dhe shkujdesi. E kullu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum ibadallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.